Bordi i Transparencës për Qeverim po monitoron çmimin e karburantëve duke vendosur një çmim tavan që përendalon rritjen abuzive, i cili sipas ministrit të infrastrukturës është më i ulti se çmimi që imponojnë bursat ndërkombëtare. Për këtë arsye, qeveria ka vendosur që aktualisht të mos heqë aksizën për karburantet, duke ruajtur stabilitetin e tregut dhe mbrojtur konsumatorët nga rritje të papritura. Edhe sot çmimi është 218 lekë, në fakt mund të kishte hapësirë për një rritje me të lartë me 1 lekë, i cili nuk është mbledhur bordi dhe metodologjia përkatëse është shumë transparente. Gjithashtu, qeveria nuk do të reaktivizojë paketën antikrizë të vitit 2022 për shoqëritë e transportit urban dhe interurban, pavarësisht kërkesave për subvencionim, pasi situata e çmimeve aktuale nuk justifikon masa shtesë. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muajsh që çmimi ishte rritur dhe në nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht. Në lidhje me vendimin e qeverisë për të hequr naftën falas për fermerët nga skema e subvencioneve të bujqësisë, ministri i bujqësisë sqaroi se kjo është kompensuar me forma të tjera mbështetjeje. Një mbështetje përveç 5.2 miliard lekë, kemi dhe 10% i cili mbulohet nga Ministria e Financave.